jena konë prej okupatorit shumë keq që na kanë bo të na zeza që kanë mujtë me na vohe. Po na I kena përbalua petë se kemi pas besimin e fort. Jom konë të punu në bankë qëndrore. Edhe atëhere kur kam dëgju që vlaun ma kanë marrën, në luft, më ka ardhë shumë eron edhe më ka duftën me lonë punën edhe me ngane për kryqë skoqne, për gjithka, për me e gjithë. E gjetët lau? Të gënë që kanë nga jeta interesant që I keni pasur të kalume po nëse tash. Kalume kena pas shumë interesante, po tash inshallah nuk I kemi ato vështërsi që I kena sfidat ato. Ma të mëdhaja I keni pas. Shumë kena pas, jena konë prej okupatorit shumë keq që na kanë bo të na zeza që kanë mujtë me na vohe. Po na I kena përbalua petë se kemi pas besimin e fort. E me besim të fort I kemi shpëtu krejt senet. Edhe sfidat që na kanë ndodhen, jemi konë gjithmonë vigjilent. Gjithmonë të gatshëm për mi përbalue se anë miku tjetër spret, po gjithmonë mundohet me ta shtyp atë dituri, atë krenari që e ki. Për te kësaj, për te luftës, pa dërgon, cila ka qenë një vështërsi si grua që ki pas njëtën tënde ti? Se e ti që keni pasur koqa sfida? Kom pas, vështërsit mëdha kom pas, se jom konë të punu në bankë qëndrore. Edhe atëhere kur kam dëgju që vlaun ma kanë marrën, në luft, më ka ardhë shumë eron edhe më ka duftën me lonë punën edhe me ngane për kryqë skoqne, për gjithka, për me e gjithë, se u konë shumë vështirë, deri sa ta gjojna. Edhe këto kanë ndodhen të shumë kush, jo veç të une, po dhe të shumë kush njerëz tjerë. E gjetët lau? Vdekur. Si kuptuar lajmin që është I vdekur? Na tregun që kishte mytë, edhe na unë përballu me që ato. I la grun, I la 4 fëmijë, edhe ne 3 motrat. Ishim shumë të mërzitura, po edhe kishëm tjera akraba, po familjen tonë vetëm këndodhi. Humbje madhe. Sigurisht për familjen. S'ka kanë të kujtime që im sot për vllaun I kujtoni, I mbani bend. Kujtime? Kemi kujtime shumë, se ka qenë shumë I afërt me motra, me prinde, me fëmije, me grue, me shoqni sidomos. Ka punue edhe kursën dalë, edhe o konë handballist, edhe me sport është mirë, edhe me gjithçka. Krejt lagja e kanë dashur, e kanë respektue si ma të mirin e mahallës, si ma I dashuri I familjes. Po, ja jeta kjo ishte. Në njëherë jeta kur se presim? Kur se presim. Po që duhet bëmi të fort? Po, shumë. Elhamdulillah, I kalon 2 djem e 2 vajza, edhe na motrat jemi, kështu që bohemi krenar me ta që I kemi, se nuk o konë veç I vetëmi jonë vlla, po konë edhe shumë vllazën tjerë kanë pas, nanat edhe shumë djem I kanë lonën. Po, kështu o konë. Keni dhe tjerë? Orda? Vlezër tjera? Jo, s'ka I vetëmi vlla ka qenë. Kjo është edhe dhimbja ma e madhe. Shumë, edhe nona nuk e ka ditë ato që është I humbur ose që është I vdekur, se nonën e kanë transferue prej Macedonisë për Gjermani. Edhe ajo atje ka jetue 9 muaj. E kur ardhë, gjithmonë po I ke pyetje, ku e kom djalin, unë më isha një hikat, më lefin që I kesh. Më I nani thësha, e kanë qua, din që I kanë bo për para rrugë të urat, është I punu dikon në përshtete tjera të larë këta, e atje nuk kanë qasje telefonit, as nuk kanë qasje, kur s'munën me komuniku me neve. E më I nani, e pse këta tjerët po vinë, veç ai s'po vjen. U mundojsha me ato, me azbutën, dhimbjet me azbutën, po. Kështu e ka jeta. Nuk e ka kuptu. Nona ka vdek edhe se ka kuptu. Masa nejna e kemi marrë vesh. Kjo është ndoshta Ajo e ka pas një mlef shumë të madh, po me gjithate masi u konë shumë besimtare, ka besu shumë në Allah, e ka ditë që lufta merë ma të mirët. Lufta I merë ma të mirët. Sigurisht edhe kanë shkonë shehit. Që shehit. Hiq pa shibe. Është gjë që të jetuar shumë shqiptar. Shumë. Sidomos ne këtu në Kosovë shumë kemi. Vushtri, unë jam bie vushtrisë, edhe aty 78 vetë janë konë që I kanë marrën. Po dhe shumë edhe tjetri fshat afër
110 janë kont, edhe ata që ashtu që i kanë marrë për shtëpiave, i kanë dëbu, i kanë qitën veç sikur, si me thonë, sikur shtazët i kanë konsiderue, i kanë tërhjek, zvarë, shkoni i knilëshën e Kosovës. Kjo lidhja me Zotin duket që je afërt shumë, edhe je mbuluar? Po. Sa vite je mbuluar? Jom mbulu që 5 vite. Jom konë në qabe, edhe i kom kushtue rëndësi shumë se gjithmonë jemi shtëpi fetare, familje fetare, kështu që edhe une kom pas dëshirë me shku në qabe, me vizitu për hir të Allahit, edhe mu afru të Allahit ma shumë, se na të Allahit jemi, të Allahit kemi shkue. Tjetër s'kemi, këto kjo jetë është kalimtare. Në sot jemi, nesër nuk e di ma jemi, mas nesërës dhja kresim. Beson që ka për tek saj një botë tjetër, është një jetë tjetër atë? Hiq pa shybe. Ai që beson edhe ati është jeta e ardhshme. Ati jemi për gjithmonë. E ai që nuk beson i duket pak si e qaltë. Nuk mundën fort me besue që është. Sot, pas 5 vite që je mbuluar ti, a duket që vonë je mbuluar, a jepish Po, pak vonë. Pak vonë. Po, a di pse? Se komunizmi këtu te na ka studiu. Ka sundu komunizmi te na, edhe nuk jënë konë shumë, nanat e tona jënë konë me shamia, po një farë shamije pak e mbulune, po jo bashkë në këto mënyra, po gjithmonë na dasht për Allah me konë femna e mbulune, për me pas një krenari, me konë ma e dashtën me Allahin, mësë me konë e gjveshne, mësë me konë e damtume, se me damtim shkon në humbje, a me mbulesë shkon në mirësi. Se para që konë gratë mbuluar? Ata që s'din i paragjikojnë. Pse nuk e njohin fenë sa duhet. Me kone me njoft fenë sa duhet, nuk guxojnë me thonë këso sene. Se na jena të Allahi në Koran e ka që këto. Nuk është kjo që Muhamedi sallallahu alaihi vesellem na ka bonive shumë na ka qitë në dritë për i gjithë shkafit. Në ato kohënat paratina, kur kanë sunue, pagant i kanë vorros femnat e gjalla në për gropa, pse ka lind vajzë e kanë gropue për gjalli. Me ardhjen e pejgamberit, jo ka dhonë lirin, jo ka dhonë mbështetjen. Kështu që gjithmonë duhet na me qenë krenar që i kem pas një pejgamber sallallahu alaihi vesellem që krejt botën e ka qitë në dritë. Nuk është veç për musliman, po krejt, ku kanë njerëz në rozullin toksor, ajo është i mirë për të gjithë. Po femrat, ajo ka që ju pengon të këta sot për i shenë të femrat, kështë tash me ndryshu diçka të femrat? Shumë po më pengojnë, sidomos në për media. Media po dalin shumë zhveshne. Nuk është kjo natyrës mu zhvesh, se ta shumë falë, të gjitha jena njëjtë. Femna jena të gjitha njëjtë. Po ti mos u zhvesh ashtu mi ra popullit në sy, mos u zhvesh ashtu mi abu telefonit trak, me fike mos me ndigjue. Si të pengon ajo sjellje sajna. Ndoshta ajo shumë më e mirë se une. Shumë ma e menqme se une, po veshja saj e qetë për toke. Nuk e degradon, nuk e kënon, nuk e ka të krenari që duhet me pas një femën. Që ka mësu juve feja islami? Që ka mësu feja islami, kjo lidhe? Kretë mira që i ka feja, na ka mësu islami. Na me islami kena kretë botën, edhe ahiretin, inshallah, Allah i dënë, edhe atje kena mirë. Në fund të femrave, grave, që e kështë ta një mesazh për jetë? Grave, ju kësha thonë, ju lutna, t'jenë matë kujdeshme, sidomos në veshje, po dhe në sjellje. Ti edukojnë fëmijët e vetë, mos të gjveshën që ashtu. Edhe këto, le t'jenë mas sjellshme edhe me burrat e vetë. Burrat le t'i ndëgjojnë, se mashkulli është qësh me thonë, një qenje e njerëzore, se ai gjithmonë dëshiron me dominu. Mashkullit gjithmonë, Allah e ka kriju mas pari Ademin, pas të i havën. E ai duhet me dominu, po edhe gruaja duhet me konë e afërt me ta, edhe me ju bashkan gjitën. Nëse si pëlqen, mos fol. Masa ne i tregon që s'është mirë, ama duhet me respektu, duhet me... A është e paraparë një grua me një burr në fenë islame? Po, është e parapane. Pse? E paraparë? Po,
Pse po thom këto? Pse ai nëse është i mirë i sjellshëm me qatë gru ka me i qu jetën krejt deri në fund. A nëse nuk është i mirë i sjellshëm me ta, ai lakmon tjetër kon. Ato që peshojmë çdo herë, ato që po na ndodhin. Po ka drejt një burr, ka drejt një burr. 7 gradë marr. Jo 7. Se kohën e pejgamberit, veç pak. Kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë fëmijë jetima. Edhe s'kan pas ato gra atëherë si kur na jem tash mi eduku, mi u ndihmu, as me financa, as me kur gjo. O dasht ajo me bu një zgjedhje. Atëherë i kanë marrën, ka 2-3 gra, për shkak që aty një jetimave mi u ndihmu, se jo për tjetër. Drejt Zoti, po duhet në fund gjitha grave një mesazh. Edhe një diçka për te asaj që e dha një mesazh të mirë. Po ju thash edhe një vit edhe një. Një mesazh tjetër sepse ajo që është një sinonim i krave që u adhan. Shumë kam dëshirë të gjitha gratë let mundohen, let besojnë ma shumë. Me besim ka shpëtim. Pa besim s'ka shpëtim. Ka me tonë, trujtë Zoti, e që përlet Allah. Edhe juve. Për e matë mirat një jetë shëntet.